Çfarë është bordi paqes për administrimin e gazit dhe jo vetëm? Ftesa që kam rritur edhe për Shqipërinë, për kryeministrin tonë Edi Rama, por dhe situata me Groenlandën dhe pse këtë herë Europa duket e vendosur për t'u përgjigjur presidentit amerikan Donald Trump. Këto do të diskutojmë në këto momente. Përshëndetëm, i them mirëmëngjes me kënaqësi zotit Lutfi Billalli, ish diplomat dhe njohës shumë mirë i çështjeve ndërkombëtare. Zoti Billalli, mirëmëngjes, ju përshëndes, faleminderit që jeni sërish në Report Televizion dhe këtë herë në Shtypi i Ditës dhe ju. Faleminderit. Mëngjesi, zotri Kavxhio. Përshëndetje edhe për ju. Së pari gjatë kësaj fundjave, në fakt këtu në Shqipëri dhe jo vetëm, po në Shqipëri edhe për faktin se ftesa erdhi për Shqipërinë apo për kryeministrin që pak më vonë do të ndalem, pati shumë diskutime për këtë bordin e paqes. Së pari, si organizëm, çfarë është bordi i paqes për administrimin e gazit dhe jo vetëm, sepse me atë që kam lexuar shkonte edhe përtej situatës apo rajonit në lindjen e mesme. Po sigurisht rreth lidhjes mesme edhe në mandatin e parë, presidenti Trump ka kërkuar marrëveshjen Abraham apo akordin Abraham që ka qenë mendoj një tentativë për një pajtueshmëri dhe të arritë në që Izraeli të ketë një raport paqësor me vendet jo vetëm në linjat e afërt, por përgjithësi në linjat e mesme. Të i kalon, sepse në këtë kanë hyrë pastaj edhe Maroko dhe pjesë tjera të cilat arabofolse mund të kanë drejtën. Do të thotë kanë përfshirë shtetet e Afrikës. Por bordi i paqes është një institucion i cili paralelisht me arritjen e marrëveshjes paqësore për gazën dhe ndalimin e luftës efektivisht, veçanëse nuk kemi pasur do thotë thyret e pushimit. Por kjo është diçka tjetër. Për bordin e paqes është arritur një konsenzus i cili një institucion që do merret ekskluziv me menaxhimin që do udhëheqet nga vetë presidenti Trump, i cili ka marrë, mund të thonë, në Këshillin e Sigurimit është një rezolutë 2803, e cila parashef dhe jep, mund të them, kompetencë udhëheqësit të këtij bordi të mbikëqyr, do të thotë automatikisht të menaxhoj komplet fazat me të cilat, sidomos në fazën e dytë, që ka të bëjë me arritjen qoftë të asaj të pikat që ka të bëjë me dokumentin, po ashtu edhe me pjesën e rindërtimit dhe arritjes pastaj të zhvillimit të situatës brenda ku parashihet edhe dy institucione tjera, mund të them dy instrumente tjera, siç janë bordi ekzekutiv dhe komiteti administrativ nacional për gazën. Do thotë është tamam një instrument i cili tenton që në gazë të vendoset një rend, një rregull i cili realisht ka shumë për të bërë në të ardhmen. Ju kuptoj, ka ftesë edhe për Shqipërinë dhe për shumë vende të tjera. Nuk di në mos gaboj për Kosovën, jo, me të që ju dini dhe si e komentoni ftesa që mbrin për një vend si Shqipëria nga vetë presidenti i SHBA-ve. Në këtë rast ishte drejtuar kryeministri tonë. Të kuptojmë, janë një numër shteteve, nuk është të vërtet që ka ftesë, mund të them, ta quaj kështu, ma tepër se 2/3 e vendeve anëtare të OKB-s, për 193 shteteve. Ka informacione të llojshme për çështje rivaliteti politik ose për konsum politik brenda shteteve të ndryshme. Në këtë rast mendoj që me sa kam unë informacion, duket që Shqipëria në këtë pjesë është i vetmi shtet që është ftuar. Një duhet ta kem parasysh, mund ta shfrytëzoj kryeministri në këtë rast shqiptar i Shqipërisë, por mendoj që është gabim, kjo bëhet si Shqipëri, jo ndoshta si lider ose si kryeministër. Mendoj që për mendimin tim arsyeja është që jo rastisht u zgjedh Shqipëria. Po pse? Nga se mendoj që përfaqëson një vend me shumicë muslimane, por ai ta quaj kështu një vend që zhvillon, jo për ta quajtur, por është ma i moderuar dhe ka një
koekzistencë paqësore mes religioneve, edhe pse do thotë në shumicë. Mendoj që për mendimin tim, Po. ky është elementi ndoshta ma kyç përfshirës të një vendi evropian, që mendoj që ma tepër ka të bëjë me çështje të civilizimit dhe strukturën e cila, sepse për ndryshe forca qoftë ushtarake apo edhe ekonomike e Shqipërisë nuk është ndoshta ai barometri që mund të Po, me kishte shtetet privilegjen të tjera, e jetë në këtë kuptoj. bord.